Kam dëshirë të përfitoj nga kjo intervistë e shkurtur për të folur për një patologji me të cilën paraqiten shpesh fëmijë në konsultën e hematologjisë pediatrike dhe që çuditërisht, edhe pse e njohur mirë prej kohësh, vazhdon të mbetet një nga problemet e shëndetit publik, jo vetëm në vende të varfëra, por edhe në vende të zhvilluara. Dhe do të dëshiroja vëmendjen në lidhje me anemin me mungesë hekuri, apo anemin ferrodeficitare, apo anemin sideropenike, e cila, sikundër tham, vazhdon dhe gjendet në përqindje të lartë në sëmundshmërinë e një vendi, dhe ajo që na shqetëson më shumë është që jo rrallë paraqiten fëmijë me këtë anemi, por në gjendje jo të mirë, pra me faza mjaft të përparuara të kësaj anemie. Pse ndodh kjo? Pse jemi në këtë situatë? Mendoj që ajo që është dhe trendi, orientimi kryesor sot në botë është profilaksia. Mendoj që bëhet pak në lidhje me masat profilaktike apo trajtimin profilaktik në këtë lloj anemie. Dua ta shpjegoj pak. Për shembull, çdo mjek në shërbimin ambulator, çdo prind mirë është ta di që nëse një fëmijë lind para kohe, ose siç I themi ne lind prematur, ose lind nga një gravidancë binjake, ky fëmijë, nëse që në muajin e dytë e shumta të tretë të jetës tij nuk do të fillojë një terapi profilaktike me hekur, patjetër detyrimisht ky do të bëjë në muajt që vijnë anemi ferrodeficitare. Për arsyen e thjeshtë, nëse dikush ka dëshirë ta di, sepse depot e hekurit të fëmijës krijohen nga nëna në 3 muajt e fundit të shtatzanisë, dhe nëse fëmia lind para kohe do të lindi me depo të varfra. E njëjta gjë në një bar binjake ku nëna duhet të mbushë 2 depo hekurit të 2 fëmijëve, për këtë arsye fëmijët mund të lindin me depo të varfra. Pra, pse e tërheq vëmendjen? Sepse kemi pasur raste të ardhura të fëmijëve binjak dhe të lindur prematur që deri në moshën 1 vjeç askush nuk I ka rekomanduar terapin profilaktike me hekur, dhe këta fëmijë kanë ardhur në faza të rënda të anemisë. Ka shumë arsye të tjera. Nuk duhet të harrojmë arsyet që kanë lidhje me një absorbim jo të mirë intestinal. Pra çdo prind duhet ta di nëse fëmia për një kohë të gjatë, për arsye të ndryshme, ka një diare ose ka të dala jashtë jo të tretura mirë dhe me frekuencë të shtuar gjatë ditës, do thotë që ky fëmijë do të humbasë hekur dhe nëse nuk I marri masat do të kalojë në anemi ferrodeficitare. Gabimet e mëdha që bëhen në ushqyerje. Për shembull, vjen një nën që e ka fëmijën 10 muajshe, 12 muajshe, dhe me një lloj krenarie thotë që unë ushqej vetëm me qumësht sepse kam gjime bollok. Absolutisht, sipas rekomandimeve të Organizatës Botërore të Shëndetësisë, ndërmjet muajit të 5 dhe të 6, pavarësisht nëse nëna mund të ushqej me qumësht absolutisht duhet filluar një ushqim, duhet filluar frutat zarzavatet, sepse qumshi I nënës, sado I rëndësishëm, tepër I rëndësishëm dhe ne I thurim hymne për çdo gjë, relativisht është I varfër në hekur mbas muajit të 6 të shtatzanisë. Dëshiroja dhe 1 minutë të tërhiqja vëmendjen në një lloj anemie që vërtet shumë herë nuk vlerësohet sa duhet, që është anemia e adoleshentit. Adoleshentët, si djemë si vajzat, për arsye të ndryshme, të shtimit të masës muskulore, të shtimit të aktivitetit fizik tek vajzat edhe fillimi I ciklit menstrual, janë të predispozuar të bëjnë anemi ferrodeficitare, që shpeshherë prindrit nuk I vlerësojnë siç duhet. Ato ankesat e tyre për një lloj lodhje I marrin edhe me ndryshimet hormonale të moshës. Pra të mos harrojmë anemin e adoleshentit. Flasim për anemin ferrodeficitare dhe do të dëshiroja të thoja edhe 2 gjëra me rëndësi. Shpeshherë diagnoza vjet vonë, vjet në faza të shtyra, kur hemoglobina mund të ketë vajtur dhe 5-6 gram, dhe kjo është e palejueshme për sistemin shëndetësor, për të gjithë ne. Hekuri është I rëndësishëm sepse bën pjesë në hemoglobinë dhe kuptohet një deficit në hekur, një hemoglobinë e ulur do të thotë që të gjitha indet e këtij trupi vuajnë nga një oksigjenim jo I përshtatshëm, do të thotë që ky trup është më I predispozuar të sëmurë, të kalojë, të mos I përballojë mirë infeksionet dhe të gjitha rreziqet që e përballojnë. Dhe nga ana tjetër,
Nuk duhet harrojmë që hekuri është një nga mikroelementët që është shumë i përfshirë në proceset e imunitetit. Pra, vetë deficiti në hekur edhe pa kaluar në anemi, do të thotë që ky fëmijë bëhet më i predispozuar për të smurur dhe për të kaluar më rënd infeksionet, sepse ka një alterim, një cënim të imunitetit. Pra do të thoshja që nuk mund të flitet në një intervistë të shkurtër për gjithë problemet e anemisë, por nëse ne të gjithë, qoftë në komunitetin ku jetojmë, si prindër, si gjyshe, por sidomos si mjek dhe të rejtë vëmendjen e shërbimit ambulator, ndjekim siç duhet një fëmijë, duke i dhënë këshillat se si duhet haj, duke e ndjekur në të gjithë fazat e jetës kur mund për arsye të ndryshme, për patologji të ndryshme të predispozohet për të bërë anemi ferodeficitare, do të thotë që kemi gjetur çelësin e profilaksis, do të thotë që nuk do ta lejojmë këtë pacient të bëjë anemi, por do ta kapim që në fazat e para të deficitit hekur, kur edhe terapia do të jetë më e shkurtër dhe fëmia do të ndjehet më mirë dhe nuk do të fillojë një sër simptomatologjie që zhvillohet kur anemia kalon në fazë më të zhvilluar.